Procesi i Berlinit dhe agjenda e reformave janë ura që lidhin vendet e rajonit, të cilat do të na ndihmojnë të bëhemi më të mirë, më konkurruese dhe më të forta si shtete. Këtë e theksoi zëvendësministrja për çështje evropiane Viktoria Trajkov, e cila nënvizoi se këto procese janë ndër prioritetet kryesore, jo vetëm si detyrim, por si nevojë për të gjithë. Тоа е шанса за наше регионално, економско, социолошко и културно обединување, преку кои ќе ги согледаме нашите слабости, кои ќе ги претвориме секако во можности. Тоа е и шанса побрзо да се доближиме до Европската Унија и преку спроведување на европските стандарди и секако нејзините вредности. Procesi i Berlinit u iniciua për shkak të ngecjeve në proceset eurointegruese në rajon, tha Marko Troshanovski nga Instituti për Demokraci, duke shtuar se ai duhej të sillte efekte më të mëdha. Му недостигаше иницијатива, му недостигаше поголем притисок домашен, како што реков, помеѓу парламентите и на некој начин беше заложник на некои билатерални спорови кои што ги имаме во регионот, поради што не можеа голем дел од мерките да се финализираат и усвојат, меѓутоа имаше и голем прогрес во заедничкиот пазар. Sipas Diana Toskës, nga fronti evropian, proceset evropiane nuk janë vetëm procese teknike, por ide për të ndërtuar një shtet funksional, stabil dhe evropian. Agenda reformuese dhe plani rritjes janë detyrat tona të brendshme që duhet me patjetër të përmbushim. Por rruga drejt bashkimit evropian nuk realizohet vetëm përmes nismave të thjeshta. Rruga drejt bes hyn në çdo institucion, çdo ligj, çdo procedurë dhe çdo politikë që zbatojmë në vend. Parevska nga LSDM theksoi se procesi i Berlinit, agjenda e reformave dhe plani për rritje duhet të shqyrtohen paralelisht me raportin e Komisionit Evropian për të parë se ku ka përparim vendi. Она кое што загрижува затоа што од 2021 година, кога што имало самит исто така на Берлинскиот процес, главниот заклучок тогаш бил дека проширувањето останува стратешка цел, односно стратегиска инвестиција за мир, демократија, просперитет, безбедност и стабилност во Европа. И тоа се однесува и на нас, и на земјите од Западен Балкан. Истата теза, истите заклучоци, истата потреба ја имаме токму и денес во 2025. Procesi i Berlinit ka nisur në vitin 2014 me qëllim krijimin e një kornize të fortë për bashkëpunim ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe BE-s, si dhe për t'i përgatitur vendet për antarësim në Union.